Si çdo fund viti në fakt, një pjesë e mirë e bisedave tona në familje apo edhe mes miq fokusohet më së shumti tek çështja e çmimeve në fund të vitit. Pra a janë ato çmime të drejta që ofrojnë bizneset apo janë çmime abuzive. Në fakt është koha kur çmimet realisht pësojnë një rritje për shkak edhe të kërkesës më të lartë konsumatore që vjen natyrshëm në periudha festive ku qytetarët dhe individët pra janë më të prirur për të shpenzuar. Por jo vetëm. Kjo luhatje çmimesh vjen edhe si pasojë e një abuzimi që na vjen pothuajse në mënyrë të vazhdueshme çdo vit në treg nga subjektet tregtuese dhe flasim konkretisht më së shumti për produktet bujqësore të shportës. Por përpara se të analizojmë lidhur me produktet dhe me çmimet e ushqimeve, le të shohim inflacionin se si ka qenë ecuria e tij gjatë këtij viti nga janari deri në nëntor të vitit aktual pra 2025. Ne shohim që inflacioni ka arritur në 2.1% në muajin nëntor. Pra çmimet janë rritur në muajin nëntor me 2.1% krahasuar me nëntorin e vitit 2024 dhe shohim që ecuria e inflacionit ka qenë në nivelet e 1.9 deri në 2.5 që ka qenë maksimalja gjatë muajit korrik. Ndërkohë mbetet për tu parë se sa do të jetë norma inflacionit gjatë muajit dhjetor pasi ta nxjerrë Instituti Statistikave. Por kush janë produktet kryesore që dominojnë në rritjen e çmimeve të kësaj norme pra inflacioni që është 2.1% si kundër e përmenda referuar Institutit të Statistikave, të paktën gjatë muajit nëntor, grupet më me ndikim në inflacion janë pa diskutim ushqimet që kanë një rritje prej 1.5%, janë produktet e bulmetit me një rritje prej 4.9%, janë produktet e vajrave me 4.6% dhe rritjen më të lartë në muajin nëntor e ka shënuar produktet e kafes dhe kakaos, ndërkohë përveç ushqimeve kemi edhe ndikimi në inflacion janë edhe tregu i qerave. Ne do të flasim në këtë pjesë të emisionit lidhur me rritjen që ndodh çdo fund viti me çmimet e produkteve ushqimore, pse ky realitet është i ngjashëm çdo fund viti, a jemi një ekonomi e vogël dhe jemi të destinuar për të paguar për shtrenjtë për shkak edhe të një konkurrence të vogël dhe një përqendrimi të tregut në pak duar, pra në pak kompani. Do të analizojmë në këtë pjesë të dytë të emisionit me të ftuarin tim që është Theodori Kristuli, është kryetari i Unionit Agro-Ushqimor. Përshëndetje, faleminderit që më pozon. Dhori, është e disata herë që ne flasim për të njëjtën problematik, për të njëjtën realitet dhe tregu është po njësoj çdo fund viti. Pse kjo panoram gati e pa ndryshuar ndër vite? Shiko, unë do të ndaj që këtë pjesën e domethënë shërbimeve, të prodhimeve të tjerë në disa asortimente. Do të bim dakord për diçka. Prodhimet industriale, si rezultat edhe një euro të dobët dhe një dollar të dobët, të ulët krahasimi e lekun tonë, po të vinë në treg i keni më të ulta. I keni në nivele shumë normale. Këtu tash që diskutohet gjithmonë për pjesën e ushqime, fruta perime. Le të marrim me radhë ushqimet. Ushqimet ju e pat vetë që është një nivel i ulët. Domethënë është më e ulët se qiraja, më e ulët se kakao, më e ulët se kafja, e kështu me radhë. Pra, të nisemi nga statistikat që jep, domethënë Instati, jemi goxha më mirë se sa elementet që ju i pa atje. Po për muajin nëntor, ne po flasim që dhjetori unë kur të më thirr janar për dhjetorin. Po ne do bëjmë koment sot. Pa diskutim, dhe këtë koment do bëjmë edhe me shifra. Po në nëntori le të bim dakord që pjesa e këtyre është goxha më e ulët. Po i do me të dhëna, po t'i japun. Ke pjesë e fruta perimeve, sepse pjesa ushqimoreve dihet. Ti sot pjesën e miellit e ke një lloj sa ka qenë. Qoftë mielli për bukë, qoftë mielli për ëmbëlsira, ti pjesën e domethënë vajt ka një farë rritje të lehtë, por ajo është një rritje që ngrihet, ulet. Pjesët e tjera të shportës nuk ke rritje. Fruta perimet ndalojnë. Aktualisht, në moment që flasim ne, ti ke çmimet e një llojta me vitin e kaluar dhe me vitet të kaluara. Ke portokallin, ke mandarinën, po ti mojë me radhë. Që i ke nga 50 lek dhe 70 lek. 100 lek mund të shkojë ato që janë si masinësisë, kuptohet. Merri me radhë qepën, patatën, i ke 50 lek dhe 70 lek për kilogram. Kjo është një 10 vjeçar të themi që janë po këto çmime. Merr brokolin që ke 150 lek sa shka qenë. Ke lakrën, nuk themi lakra, preshi, këto tjera. Ke një rritje të lehtë, pastaj ke
pjesët janë të shiktu në sera të këtyre artikujve. Ke spinaqin për shumë që sot ishte pak më i shtrenjtë. Ke trangullin që vinte janë 220 lek të reja më shtrenjtë. Një fenomen që unë do e thosha që vit për vit ka qenë dhe mundom të të shpjegoj diçka në lidhje me këtë fenomen. Përsa i përket madrave, përsa që vinë nga importi, natyrisht që këtë problem do kesh. Do më thënë, madhe dhe importet do të rritën. Zoti Kristulli, përmende frutat dhe perimet, por një pjesë të konsiderueshme që mban pesh në rritjen e çmimeve janë produktet e bulmetit, kos, qumësh, djath. Kemi vezët që kanë një çmim të rritur ndjeshëm kohët e fundit flas. Është vërtet? Po. Veza ka të paktën në 7-8 muaj që është rritur. Kemi edhe patjetër produktet e mishit. Shiko tash. Do më thënë që janë produktet bazike që i kemi nga mëgjesi në drekë dhe në darë. Në studion tuaj mbaj mend një 2-3 herë që kemi folur për punën e kësaj. Dhe në mos gabom, në ato intervista po t'i hapni, ju kam thënë, duhet ketë shumë kujdes ke pjesa e fermer blektor. Se ata janë fermer njëkohësisht blektor. Duhet kemi shumë kujdes për arsye sepse po na largohen. Po shkojnë po punojnë në Greqi, në Itali, duke të bërë të punësuar edhe më tanë dhe ka lënë tokat këtu. Dhe këtë të regon vetë instadi. Ka rënë gjysma e prodhimit. Pra, janë mbyll ferma... Ne po e plotësojmë nevojat tona me import. Jo, absolutisht kjo. Këtë jo kam thënë që para 2-3 vjetëve, por dhe më keq do shkojnë në rrasë nuk vjetë dorë. Pse? Sepse ti je një ekonomi e vogël, fragile, një ekonomi pa shumë krah, je një popull jo i kamur, dhe i kosi që ke ti nevojë s'ka njeri. Edhe aktualisht Kosova, Macedonia, pa diskutim Serbia, kanë shumë më tepër subvencionim në blektorisën e. Atëherë ti si në këtë det, nuk po them oqean, por në këtë det që këtu i brendshëm i Ballkanit, si të mbjetosh ti kur ai del shumë më lirë se ty? Ty të vjen qumshi më lirë nga Italia, të vjen qumshi më lirë nga Serbia. Pra, ti këtu nuk ke mundësi, sepse ai është subvencionuar andaj. Kjo dorë me sa diu nuk është vënë akoma, dëshira ndoshta ka qenë e qeverisë të vëj dorë, po deri tash nuk është ndjerë. Dhe faktikisht nisur nga shifrat e Instatit, ty produktet të krerët e baktive ty të kanë rënë. Ti merr vetëm këtë, ti për një lop pagun 12.000 lekë të reja. Ata e kanë mbi 200. Domethënë mbi 20.000, 25.000 të reja e kanë Maqedoni, Kosovë flas, nuk flas për vendet tjera. Njëkohësisht ata paguajnë edhe 10 lekë të reja për litër qumshi jashtë. Ti nuk e ke. Ata bëjnë subvencionim në pjesët e gazit të naftës që ty në lidhje gjithmonë flas për pjesët e produkteve bujqësore, për elektoralet. Ata kanë çmime shpërblimi për skartimet. Kanë për lindet e reja, të gjithmonë flas për lopët e për këto. Ti këto nuk i ke. Ke vetëm 10.000 lekë të reja për lopët dhe 1.200 lekë të reja për baktit, për këto ndelen e tjera. Këto janë shumë minimale. Dakor, zoti Kristulli, që dhe ne jemi, shkurt me një fjalë, jemi jo kompetitiv. Duke qenë jo kompetitiv, kemi arrit në këtë situatë, pra ty të hynë më lirë malli që vjen nga jashtë. Dhe kjo i nuk kupton të gjitha pasaj. Po mirë, zoti Kristulli, dakor, të gjithë të problematika i kuptojmë. E kuptojmë edhe çështjen e çmimit që është një çështje që e vendos tregu, po themi, se sa do t'jetë një litër. Tregtar të mirë të keq nuk ka. Ka rregulla jo të rregulla loje, po tregtar të mirë të keq nuk ka. Pse janë tregtar të mirë? Jo, duhet të ndalim, përveç çmimit duhet të ndalim, okej, dakor. Nëse gjykon se 1 litër qumësh kos apo 1 kilogram djath duhet jetë X lek, 1.000 lek, 10.000 lek. Nuk e gjykon, atë gjykon ekonomia tregut. E gjykon tregu ose vendos tregu. Çështja është që me këto çmime që ofrohen sot në treg, zoti Kristulli, a e meritojnë atë çmim për cilësinë që ofrohet të produkteve? Kjo pastaj do të pyetsh institucionet shtetërore. Fto në një nga ato të akus, fto autoritetin e konkurrencës për ta pyetur, e pastaj mbas tyre mund të flasim ne. Gjykimin tuaj përderisa keni kohë që merreni ju me këtë. Jo, ka diçka këtu në këtë mes, që me sa diun autoriteti i konkurrencës ka bërë disa ndërhyrje në treg. Po, ka gjobitur 6 kontrollues në disa qytete. Shiko Dorin, unë doja të ndaloja pak këtu, sepse kjo është baza
që përcakton dhe çmimet në treg përsa i përket frutaperime, domethënë për disa artikuj. Konkretisht, që para 20 vjetë unë kam qenë një specializim në Gjermani dhe kam ndjekur këtë fenomen, pikërisht si funksiononte në fermat, në kooperativat, duke filluar që nga fermerët e vegjël deri të mëdhenj. Ato ishin të organizuara në shoqata. Shoqatat kishin lidhje direkt me shtetin. Dhe ata, duke u lidhur në këto shoqata, këto bënin kooperativa si mas zonave, si mas afërsisë tregjeve. Mirë, po këto kooperativa kishin bashkonin përveç mjeteve të punës, teknologjinë, tokave e këto tjerat, ato bënin dhe kontratat bashkë, sa do shisin këtu, sa do qonin për konservim. Pra ishin mirë të planifikuar. Mirë të planifikuar dhe çdo gjë bëshe me kontrata diçka të rregullt. Më falë dhe një diçka do të shpjegoj. Këtu kene nuk funksionon kështu. Këtu kene nuk u ndihmuan pikërisht këta fermerë që të ngrieshin në grupe, që të krijonin baza frigoriferike, të krijonin pikat e grumbullimit dhe në bazë të këtyre të realizonin kontratat me të tretët. Por ata janë lënë që disa vipave, tregtarë që kanë marrë ato fonde që ndoshta i kanë dhe fala si kanë marrë ato para, janë ata që përcaktojnë dhe çmimet në fund të ditës. Pra po thoni, në zinxhirin e një prodhimit të një produkti deri në daljen e tij final në treg. Po kemi një thyrje zinxhiri. Kush abuzon më shumë? Fermeri, grumbulluesi apo tregtari në tregjet e qyteteve? Për mua, për para se të arrijmë ke fjala abuzim, duhet të caktojmë rregulla loje. Pra, të cilat mungojnë? Mungon. Kush rregulla loje që mungon? Fermeri lën shumë i dobët, nuk ka asnjë lloj infrastrukture, nuk ka as magazina, as frigorifer, as pika grumbullimi, as pika seleksionimi, transporti jo, edhe këta tashti, megjithëse ky është një mall i cili brenda 5 ditëve likuidohet, janë të detyruar të brenda këtyre 5 ditëve ta japin ku tjetër. Ndryshe, dalin pa gjë fare. Kjo nuk është e drejtë. Këta do të jenë fuqishëm, më fal. Këta do të jenë fuqishëm, do të kenë magazinat e veta, të mbrojnë mallin e vet, të lidhin kontrata të drejta, të paguhen njëkohësisht me ato dhe pastaj të ketë dhe grosistat, i ketë të gjitha, se grosisti ka dhe mallin e importit, ka dhe të vendit, por ama kur të shkoj të ballafaqohet me grosistin, të ketë mallin e vet të siguruar, që të bëj, domethënë, debat çmimi në mënyrë të ndershme. Dhe jo që ata të ngrihen në këtë formë, asnjë fermer poshtë nuk i jepet vetëm për karburant, jo. Okej, e thënë ndryshe, zoti Kristuli, pse për shembull 1 kilogram kastravec kur del nga fermeri shqiptar është me 100 lek, po themi, dhe vjen në Tiranë, në tregjet e kryeqytetit, vjen me një çmim të dyfishuar. Pra sot 1 kilogram kastravec ku kushton gati 200 lek në treg, 2000 lek. Këtë po mundosha të shpjegoja. Pra, me dy fjalë, që mos taj kohë. Në rast se ky fermer që prodhon kastravecën që zor e tij, do ketë këto kushe që thashun, pa do jetë i grumbulluar, do ketë pikën e grumbullimit vet, seleksionimin vet, amballazhimin e vet, dhe këto tjerat, ai do ta jepte atë me 100 do dilte me 120 Tiranë. Ose ndryshe, me këto kushte ai e shisë edhe vet. Me kontrata. Pra, ai shet për ta hequr produktin me një çmim edhe më të ulët. Sepse për 3 ditë pra më fituari në këtë mes është grumbulluesi që e merr çmimin më të ulët. Absolutisht. Abuzues edhe përfitues në një farë mënyre. Unë nuk mund ta quaj abuzues atë, sepse ai ka sepse ai sjell pastaj çmimin në tregje edhe më lart. Ai do bëj debat për çmim, ti nga hallet ta japësh. Unë nuk do t'i vëj faj abuzim. Unë e di që quaj abuzimun? Që ti nuk e ke çuar paran ke ai fermeri që e prodhon, po e ke çuar në vend tjetër. Ke një që s'është fare. Nuk ka lidhje fare me tokën e me prodhimin. Kjo ka ndodhur. E kjo do të rregullohet. Po, zoti Kristuli, fakti që ne bëjmë këto biseda në mënyrë të vazhdueshme çdo vit, jo vetëm në fund të vitit, se e dim që në këtë kohë rritet edhe kërkesa, edhe shpenzojnë çik më shumë shqiptarët dhe familjet shqiptare për shkak të festave, por fakti që ne diskutojmë kaq shumë që çdo treg ka nuk mund të them abuzim, sepse nuk mund ta konfirmojmë dot ne këtë çështjen e abuzimit, duhet të ketë një institucion, një vendim nga institucionet publike që ta konfirmojë, po fakti që kemi këto çmime të larta krahasuar me vendet e rajonit, krahasuar dhe me vendet europiane, çfarë tregon? Tregon që ekonomia jemi të destinuar që të paguajmë kështu për shkak të strukturës ekonomike. Këtu në këtë mes që në lidhje me hetimin që është bërë tash në fund,
për mua është një indice shumë e mirë. Çdo njeri do të jetohet. Domethënë, pra kemi kërkesë ofertën, që është kryesorja, por është edhe shteti nga krau tjetër, i cili do të ndjekë këto rregulla loje, nëse zbatohen apo jo. Edhe një nga ato, domethënë, janë gjobitur, me 0,15% të xhiros. Që unë e quaj diçka, le të themi që është pozitive si veprim, por nuk besoj se nuk ndikon për asgjë. Nuk ndikon, po a ndërgjegjson? Absolutisht po. Absolutisht po. Edhe kjo është detyrë e shtetit, domethënë sot e ka 0,15, por nesër mund të bëjë 15. Po të shohim se ata mund ta ankimojnë edhe mund të rrezohet në gjykatë, edhe pastaj dalin pa efekt fare. Le ta rrezojnë në gjykatë, ato ne nuk e gjykojmë dot gjykatën, ajo mund të ashtu, po prapë edhe sikur gjykata ta lënë në fuqi ajo nuk tregon asgjë me 0,15, sepse nuk mbyllet fenomeni. Fenomeni mbyllet duke i vënë të gjitha në rregulla loje, jo këtë fermerin ta lësh ti që pos edhe mbarove, ike se ti s'ke as lloj vlere, ti edhe thjesht prodhues dhe ti nuk e mundsi as depozitim, as magazinim, as paketim, as gjë, ti do më japësh mua s'ke ku shkon. Dhe kjo është detyra jon si shtet që ne këtë t'i forcojmë, edhe në fund fare do ballafaqohen dy të fuqishëm, edhe ai që prodhon, edhe grosisti i madh, e do bini një konkurrencë çmimi. Tu s'ke konkurrencë çmimi. Ati del malli brenda 5 ditë do ta heqë, ndryshe digjet. Po edhe fakti tjetër që tregjet janë të përshëndruara më së shumti në pak duar. Është edhe ky një element që bën që çmimet jenë gati njësoj, mos ketë ndonjë konkurrencë të madhe. Tregu në pak duar prandaj ndodh sepse janë favorizuar 10 veta dhe të tjerët nuk janë tav. Nuk kanë mundësi të konkurrojnë. Këtë po mundom të shpjegoj. Kështu që ne prap vitin tjetër të njëjtën bisedë do bëjmë zoti Kristulli sipas? Jo, unë mendoj që domethënë me shpresimi nga qeveria që të ketë mundësi ti ndihmoj ta fermer. Kemi vite që flasim. Megjithatë, ndihma ku konsiston, më faqe ata. Ndihma konsiston që këta fermer të ndihmojnë veten e tyre herë, të lidhen me njëri tjetrin, të bëjnë grupime të caktuara në mënyrë që ata të jenë potencial në treg. Dhe shteti do t'i bëjë potencial ata duke i dhënë mundësi, duke i subvencionuar në logjistikën e tyre, pra thamë dhe njërë se po i ripërsërisim në magazinazh, në frigorifer, në mjetet transporti, në teknologji. Po su bë kjo, fermeri jonë do ngele gjithmonë me sa duar se s'kam çat bëj, edhe çmimet do jenë po këto. Megjithatë, nëse i referohemi të dhënave vit pas viti, dhjetori, kur del treguesi i shtrëngimit të çmimeve pranë stati, shohim që krahasuar me vite më përpara, nuk kemi më këto çmimet që ka përcejnë nivele. Po kjo tregon, shikoj. Kjo tregon që edhe konsumatori ne në përgjithësi jemi kritik me gjithçka, me që dalim, por një do ta pranojmë. Kjo tregon që shteti ka bërë punën vet. Hap pas hapi, step by step. Domethënë gjithçka ka arritur avashava duke rregulluar. Por nuk është si ajo e viteve më parë ku ka përcejnë nivele. Absolutisht, po dhe rritjen e çmimeve të fruta perime, po më le minuta kohë mundon ta shpjegoj. Po, shkurtimisht. Marrim jashtë shtetit, në një studim që pash këto 2-3 ditë, ke dhe Italinë, edhe Greqinë, edhe Francën, i ke shumë të larta në ta shuquetur në abuzim çmimet ke fruta perimet. Nëse ne jemi goxha më poshtë krahasim me to. Por ka një diçka. Elementi social i joni, nga që jemi popull që nuk kemi këllqe, ne një goditje e vogël rritjes çmimit, ne ndjejmë shumë. Sepse 40-50% e të gjithë të ardhrave tona mujore shkojnë për ushqim. Për të mos thënë për pensionistët që kanë 70%. Detyrimisht në një rritje e vogël, ndërsa ata e kanë 8-12%, do më thënë shpenzimin mujor, dhe ata nuk e ndjejnë. Po pse thua ti do ndodh kjo që të rriten? Ndodh dhe për një arsye, do më thënë, objektive. Mos e rrojmë, mi tregtarë që vjen, shet mallin dhe në datë 30, qameti 31, fruta perime. Në datën 5 fillon shitja prapë. Malli që ka ngelë, nuk ngelet stok, hidhet poshtë. Kështu që, ai që merr guximin sot, se rushi që shit sot, ishte rritur goxha. Por këtë tregtar që merr guximin, por nuk e shiti rushin deri në datën 31 në mëngjes, në datën 5 kur fillon të xhirojë se ka gjendje, malli i tij ishte
Rasti me mirë për aki. Dhe një pyetje të fundit të zoti Kristuli, në gjykimin tuaj nga ajo çfarë ju shikoni në treg edhe si konsumator, por edhe si një individ apo biznes që merreni me çështjen e tregut, a ka ndonjë produkt për shembull çmimit të cilit është i pa argumentuar dhe i pa justifikuar në gjykimin tuaj? Jo, ato mund të ketë. Di ku mund ndodhe për shumë i parasfetuar, edhe supozojmë ditën e fundit fare vjen rush, me gjëzura rushin unë. 31. Edhe kjo vjen në datë 31. Po mirë, ato që i mbeten shu last minute, dakord. 31 ha për vete, ti është sigurt. 31 i mund qesi 1-2 tonë, 18 toni ka brenda, ngelet. Po le të themi ka si në datë 30, edhe nga frika që mos i ngelja i rritë çmimin. Këtë nda që e abuzim ti, nda që e mbrojtjet vetës ti. A i mund të ashesi dhe gjithën dhe ka fitimët madhë, por mund të ngelet. Kjo është shumë risk kjo pjesë. Nësa çdo malë tjetër pasaj që ke industrial, ushimor, këto që thamë, sheqere, vaje, këto tjera, to nuk të rritë se nuk ka aty, se nuk i ndodhë gjithë ati malë. Po çmimi drejt për shembull, çmimi vezës, çmimi i djathit për kilogram, çmimi i mishit. Çmimi i djathit absolutisht po. Po pse mos jeti drejt ai? Kur ti nuk e ke asnjë lloj subvencionimi, kur ti të ka rënë oferta 50% në krahasim me 2 vjet. 50% oferta. Pra në 1000 ton ty të ke vaj 50% ka vaj. A themi që jemi në kërkesë ofertë? Çdo gjë me kërkesë ofertë ngjerët ofertë. Shpresojmë që çmimit justifikojë cilësinë, zoti Kristuli. Atëherë këtë po themi pra, ne po shkatrohemi vetë po vjen importi. Thot importi ty, se ke cilësinë ti mbaje, se e shesu këtë matan. Nisur nga gjithë kjo panoramë, zoti Kristuli, viti 2026, si e parashikon, do vazhdoj të na dominoj produktet e importit, edhe në ushqim? Kam frikë se më keq. Më keq pse? Po nuk u vodor. Unë, kur them më keq, nuk them për këto, do më thënë mjelle, këto e vaje, këto kanë një ashtu, flasë për blektorinë. Blektoria, por nuk u vodor, kjo situata jetë, në mas më keq. Mirë, shpresojmë që tjetë pak më ndryshe nga ky parashikim që ju thatë vetë, do më thënë, do t'jemi optimist. Pra, çmimet që kanë qenë për para nuk janë më. Tani për promiso, dore shtetit ndjetë, po dosha do kone vetë, por ajo që nuk pretë, është thjesht ndihma që do t'i jepet blektorisë dhe bujqësisë. Të shkoj ndihma, të shkoj direkt tek fermerët dhe ke blektorët, ndryshe s'kemi gjë interesi. Ndryshe do jemi vetëm me produkte importi? Jo, do kesh prodhime vendet ti, por do kesh luate çmimesh. Unë të falenderoj që ndave me mua këto informacione dhe të uroj një vit të gëzuar dhe të mbarë 2026. Faleminderit dhe ju. Nderuar miq, kemi sërish një shkëputje publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë.